Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Më në fund u gjetë zgjidhja, ja receta e gjyshes që pastron moshkrit për vetëm 3 ditë. Nëse jeni duke kërkuar për një recetë natyrale për të luftuar kollën, bronkitin dhe pneumonin, mund të jeni sigur se keni gjetur një të shkëlqyer. Shurupi i qepës është një ilaç i vjetër në shtëpi që trajton me sukses probleme të ndryshme të frymëmarrjes. Ndërkohë, në përbërjen e tij, substancat e nxjerra nga qepa duken të përqendruara dhe kjo është ajo që e bën atë një antiinflamator, antiviral të fuqishëm natyral i cili punon në një mënyrë efektive kundër kollës, gëlbazës, nxirjes së zërit, problemeve të fytit dhe gjithashtu mund të përdoret për të ndihmuar në trajtimin e bronkitit dhe pneumonisë. Priteni qepën në feta, vendoseni këto feta në një tenxhere të madhe duke rregulluar një fet qep, një shtresë sheqeri kaf, një fet tjetër qep, një fet tjetër sheqer kaf dhe kështu me radhë, duke përfunduar me një shtresë sheqeri. Mbulojeni tenxherën për të shmangur praninë e milingonave dhe insekteve të tjera dhe lëreni të qëndrojnë brenda natës. Ditën tjetër ju do ta gjeni gotën me një lëng me ngjyrë mjalti dhe ky lëng do të jetë shurupi. Doza është 1 lugë çaj shurup për çdo 3 orë. Kolla kronike dhe bronshiti janë probleme shëndetësore stërmunduese për organizmin. Në shumicën e rasteve këto probleme kërkojnë trajtim të imtësishëm mjekësor. Përveç tyre përdoren edhe kura natyrale për të çliruar rrugët e frymëmarrjes. Kjo kurë e re dhe natyrale përmban përbërës të fuqishëm të cilët gjenden lehtësisht në çdo kuzhinë shqiptare. Banania dhe mjalti njihen për aftësinë e tyre për qetësimin e fytit dhe gjithashtu të mushkrive, por edhe në kurimin e kollës dhe bronshitit. Kura me banane dhe mjalt. Kura me banane dhe mjalt pranohet që të ketë një efekt të menjëhershëm, jo vetëm kundër fytit të thatë apo kollës, por edhe problemeve me stomakun. Si ta përgatisni ju kurën me banane dhe mjalt? Përbërësit që do t'ju duhen janë 400 ml ujë të zier, 2 banane të pjekura mirë, 2 lugë gjelle me mjalt. Qërojeni banane dhe shtypeni ato me lugë druri derisa të bëhen pelte. Mos përdorni enë metalike sepse banania ka tendencën që të nxihet në qoftë se ajo bie në kontakt me metalin. Vendoseni purenë e bananes në një enë dhe shtoni ujin e zier dhe të ngrohtë. Lëreni të qëndrojnë së bashku për 30 minuta. Kur lëngu të jetë ftohur, shtoni mjaltin. Nëse ju pëlqejnë lëngje transparente, mund ta akulloni, por mund ta përzieni dhe ta pini dhe të plotë. Është rëndësishme që mjalti të jetë përbërësi i fundit që të shtohet në kurë, në mënyrë që të mos u mbasë vlerat e tij si pasojë e nxehtësisë së ujit. Si ta konsumoni? Pini 100 ml të kësaj kure 4 herë në ditë. Kjo sasi është e mjaftueshme për një ditë, ndaj të nesërmen ju mund të përgatisni një dozë të re. Rezultatet e para priten pas 4 apo 5 ditësh. Konsumi i bananes gjatë të ftohërës dhe sëmundjeve respiratore është mos i rekomandueshëm. Kjo vjen për shkak të profilit të pasur ushqimor të bananes që jep energji, por edhe ofron proteina, vitamina, minerale dhe fibër dietike. Një prej mineraleve më të fuqishëm është pikërisht magnezi që balancon elektrolitet. Ndonse bananet nuk përmbajnë vitaminë C, kompensimi vjen nga përdorimi i mjaltit që përpos saj ofron edhe shumë antioksidant që luftojnë inflamacionin. Uthulla e mollës dhe mjalti përbëjnë një recetë e cila pastron tërësisht mushkrit nga sekrecionet. Inflamacioni dhe akumulimi i sekrecioneve në mushkri si pasojë të ftohërës ose gripit
mundi që të shkaktoj vështirësi në frymëmarrje dhe gjithashtu probleme me gjumin. Bllokimi i cili shkaktohet në krahëror shoqërohet edhe me një koll të fortë nëpërmjet së cilës mushkrit përpiqen që të pastrohen. Gripi dhe ftohura nuk janë të vetmit që shkaktojnë bllokim të krahërorit nga sekrecionet apo siç njihet gëlbaza. Nga ana tjetër, një gjë e tillë mund të ndodhë edhe si pasojë bronchitit, astmës, fibrozës cistike dhe alergjive. Ju mund të vini në ndihmë mushkrive tuaja duke konsumuar lëngje të ngrohta, supa, çajra bimor e të tjerë. Ndërkohë, sipas ekspertëve, ndër ushqimet dhe pijet më të rekomanduara nga ekspertët për këtë problem veçohet mjalti, i cili është shumë efikas dhe njëkohësisht ndihmon në pastrimin e mushkrive. Sipas informacioneve, një i rritur mundet që të konsumojë një lugë gjelle me mjalt çdo 3 deri në 4 orë. Ushqime të tjera të dobishme janë hudhra, limoni, erëzat, shega dhe xhenxhefili dhe gjithashtu pastrimi i mushkrive nga sekrecionet bëhet fal këtyre përbërësve. Ju duhet gjysmë lugë çaj me xhenxhefil pluhur, gjysmë lugë çaj me spec djegës pluhur, çerek filxhani çaj me uthull molle të pafiltruar, 3 lugë gjelle me mjalt. Çerek filxhani çaj me lëng të freskët të limonit. Përgatitja: zgjeni së bashku uthullën dhe lëngun e limonit, sapo të marval hiqeni nga zjarri, shtoni mjaltin, xhenxhefilin dhe specin djegës. Përzieni mirë së bashku derisa të përfitoni një lëng me një përmbajtje uniform, të cilin duhet ta hidhni në një shishe qelçi. Ne ju rekomandojmë të konsumoni një lugë gjelle 2 herë në ditë për 2 deri në 3 ditë me radhë. Njerëzit të cilët kanë probleme me fjetjen, si pasojë e bllokimit të mushkrive nga sekrecionet e trasha, rekomandohet që të përdorin 2 jastëk. Koka duhet mbajtur ngritur në mënyrë që të pengojë kollën dhe problemet me frymëmarrjen. Ju duhet të shkoni tek mjeku nëse sekrecionet zgjasin më shumë se 3 ditë, përkeqësohen ose kanë ngjyrë jeshile apo të verdhë. Gjithashtu mund të përgatisni edhe recetën e shurupit të karrotës, ku përbërësit që do t'ju duhen janë gjysmë kilogrami karrotë, 3 deri në 4 lugë mjalt dhe 1 litër ujë. Së pari, prisni karrotat në copa dhe hidheni ato tek uji. Zgjini derisa karrotat të zbuten dhe largoheni nga nxehtësia. Kullojeni ujin dhe lëreni të ftohet. Hidheni karrotat në blender ose shtypeni ato me pirun. Në ujë shtoni mjaltin dhe përzjeni mirë. Shtoni në këtë përzierje edhe karrotat pure. Kështu shurupi do të jetë gati. Mbajini më pas shurupi në një vend të ftohtë. Konsumimi: merrni 3 deri në 4 lugë shurup gjatë ditës. Pas 1 apo 2 ditësh, ju do ta ndjeni menjëherë rezultatin, pasi do të ndiheni më të lirshëm dhe do të mund të merrni frymë më lehtë. Mirëpo duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.